vjeçar nga Durrësi dyshohet se është hedhur nga terraca e një pallati në lagjen numër 7 në Korçë duke gjetur vdekjen e menjëhershme. Dyshohet se ai u vethodh teksa ishte nën efektin e pijeve alkolike. I riu ishte në këtë qytet me disa shok me të cilët kishte marrë me qera ditore një apartament në katin e 8 të pallatit. Lorena Koda do të na njohë më shumë me detajet e kësaj ngjarje të rëndë. Lorena, të përshëndes, çfarë informacionesh dihen mbi këtë ngjarje të rëndë? Po, atëherë një ngjarje shumë e rëndë në fakt është regjistruar në orët e para të mëngjesit të kësaj të hënë në qytetin e Korçës. Një 18 vjeçar me inicialet GM nga qyteti Durrësit është hedhur nga kati 8 i një pallati dhe ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Sipas informacioneve që ne kemi marrë, 18 vjeçari kishte ardhur një ditë më parë në Korçë, i shoqëruar nga shokët e tij për të festuar. Kishin ardhur grup shoqëror dhe kishin dhënë një dhomë ditore me qera në katin e 8 të një pallati në lagjen numër 17 të qytetit në një zonë afër terminalit të autobusëve. Sipas asaj që thot policia, dyshohet se 18 vjeçari dhe shokët e tij kanë konsumuar pije alkolike deri në orët e para të mëngjesit dhe pasi kanë festuar Krishtlindjet janë kthyer në banesë tek dhoma me qera që kishin marrë këtu në Korçë. Dyshohet se 18 vjeçari është ngjitur në terracë nën efektin e alkoolit dhe është hedhur ku shokët e tij kanë qenë në gjumë. Ky fakt është zbuluar nga gjumët që 18 vjeçari kishte lënë në terracë, por gjithsesi sipas policisë këto janë të dhënat paraprake, ndërkohë që po punojnë për të zbardhur detajet e reja dhe për të zbuluar gjithë rrethanat e kësaj ngjarje të rëndë. Në polici në fakt janë shoqëruar edhe shokët e tij, të cilët po merren në pyetje, ndërkohë që trupi pajeti i 18 vjeçarit është transportuar në morgun e qytetit për të kryer veprime mjekoligjore. Mirë, nëse do të kemi informacione të tjera lidhur me këtë ngjarje të rëndë, Lorena, do të lidhemi sërish bashkë. Falenderoj. Patjetër, faleminderit ju.